Gjëmatli, jemi në vazhdën e shpjegimit të hadithit pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilin hadith dietarët e muslimanëve e titulluan apo e trajtuan si hadithi më i rëndësishëm ndër hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se përmbajtja e këtij hadithit është baza dhe esenca e krejt fejës Allahu te bareke ve teala, ku Jibraili alayhi salatu wassalam parashtronte pyetje, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam përgjigjej. Ndërsa e rëndësishme këto është se Jibraili mënyrën e pyetjes dhe vetë pyetjen e mësoi nga ana Allahu te bareke ve teala. Pra pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ju tha se këtë e ka dërguar Allahu xhallahu ala Jibrailin për të bërë pyetje e për t'u mësuar juve fejen e Zotit te bareke ve teala. Pyetjen e parë që ja bani ishte çka është Islami. Dhe përmendëm se Islami është deklarata e jashtme e njeriu i cili e shfaq veten musliman, dhe kjo nuk i bën dobi post në jetën e kësaj bote. Pra të deklaruarit musliman me shahadet la ilaha illallah dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, kjo nuk bën post që njeriu ta mbron në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam vetëm prej sistemit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse në kohën e sotshme është post një adresë se ne e dim se filani është musliman, sa i përket shpëtimit të Allahu xhelel xhelalu, sa i përket të liruarit të qafës nga zjarri i xhenemit, nuk është e mundur me këtë deklarat, por se do e mos të realizohet imanin Allahun te bareke ve teala. Andaj pyetja e dytë që ja bani Jibraili alayhi salatu wassalam Muhamedit alayhi salatu wassalam ishte: më trego tani çka është imani? Andaj thanë dietarët, imani është ai hakikat, ai realitet i cili deporton në zemër, edhe nëse deporton aty e shpëton robin nga zjarri i xhenemit. Allahu i mbush zemrat tona me iman ya rabbal alamin. Nuk ka diçka më të madhe në jetën e kësaj bote se sa imani i nderuar xhamatli. Andaj ne përmendëm se cilat janë përbërësit e imanit, e tani tham ti përmendim metodat, rrugët, kanalet kuranore që çojnë drejt besimit në Allahun xhelel xhelalu. Si i thiri Allahu njerëzit me besu? Këtë Kur'an që ka na e besojna, që e besojna kështu në tërsi, që shumë pak dim për argumentet e këtij Kur'anit. Shpesh herë lexojna kinë se për bereqet, shumë herë gabimisht për të vdekurit, e kur kena me lexuar na për të gjallët. E Kur'ani i thirr të gjallët para se me vdek, që shpëtojnë te Allahu xhelel xhelalu. Si shta Aliu radhiyallahu an, djali i Haxhit pejgamberit alayhi salatu wassalam, punoni se këtë dunja punohet, atje s'ka punë. S'munësh në ahiret mi thanë Allahut më lejo të punoj. Këtu punohet, atje s'punohet. Këtu bëhet vepra, atje merresh shpërblimi. Andaj në këtë dunja kemi ardhur për të marrë bereqetin e Kur'anit në aspektin e jetës tonë, jo vetëm për t'ia lexuar të vdekurve, apo edhe për të ngritë debate se ai lexohet të vdekurit apo nuk i lexohet të vdekurit. Ndash lexoj, ndash mos lexo. Nëse ai s'ka bë vepra që të shpëtojnë ata, çka mundesh mi bati dobi? E jona vesh me ja bani dua. Apo se supozoj edhe të kundërtën. Nëse ai është i mirë, njeriu është i mirë, e të tjerë të shajnë, ai bandam? Ai bandam? S'ka mundësi mi bë dam. Se ajo i mirë vetveti. Kur Allah e ban kabull një rob, s'ni ban dobi, s'ni ban dam, dunjaja këtë atina. Andaj Allahu xhelel xhelalu e bëri Kur'anin laraman metodash për të ardhur te besimin Allahu xhelel xhelalu. E para prej metodave është trazimi emocionit. Kur'ani trazon emocione. Kur'ani, që shton të Umar Khattabi, kush don me e pa sa ka në Kur'an emocion, le ta lexojë surën Yusuf. Le ta lexojë surën Yusuf. Ka thënë Umar Khattabi, sepse unë gjithmonë kur kam mërzitë e mia, e lexoj surën Yusuf dhe shkarkohem. Po surën Yusuf duhet me e kuptu për me shpraz emocionin aty. Nga se Allahu xhelal ka tregu këtë jetën e një njeriu, të pejgamberit dhe një familje, dhe këtë tranzitat e kësaj bote në një sure. Andaj tha Allahu xhelal xhelalu, ahsan al-qasas, tregimi dhe rrëfimi më i bukur që ka mundësi mi u tregu e dikujna. Andaj këtë dietarët janë pajtuar se Allahu xhelal xhelalu mënyrën që ka përdor, prej mënyrave është edhe trazimi emocionit. Na kena emocion dhe i përdor emocionin, ama jo për Allah. Sa njeri kanë të këshirë filma, shumë thot më emocionoj. A tjetëri kanë të ngue muzika. E shefti mazun, wallahi thu ka dek dikush.
Ti qashtu e ka bofti Ramazan kur ta kshirshaj andikupi muzikës. Djali i ri 15 vjet kampi muzikës. Subhanallahu alazim. Kur kohën e ka ai me zhvillu mendjen e vet, me zhvillu trurin e vet, me zhvillu kapacitetet dhe me shpërthy kapacitetet e veta, dreçnit bashkë me shejtanët dhe e xhinët e ke spordorin emocionin e tina për me shtina ta në mazun, për me vujtaj për dikan që s'ja vlen me vujt për kërkan këtë dunja, pos për kan, pos për takimin me Allahun xhelel xhelal. A dhe ti shikoni të rrit, dhe shikoni ankesa që kanë vinë neve. Shikoni se njerëzit vinë shkruaj thot e kom marrë vendimin me mukësie, me mumit, me mbave të vrasje. Për çfarë? Për sinet kota. Ande e ke spordorin emocionin, e ke spordorin shumica të cilët e po e ke spordorin sot emocionin, cilë është emocioni njerit, muzikantët, këngëtarët, i degradun njerëzit, i shkatrun njerëzit me emocione. Merr ata pare, shkatron njerëzimin. Fito ata pare, shkatron njerëzimin. Apo kong pa lidhje, kong pa kur farmanaje. Apo dhe pastaj shpesh neve na dalin disa hoxha po ka dalve se muzika është e debatuar. Por cilën muzika debatuar? Edhe ajo e debatuar asoj për këtë shfrenimin që ka është sot. Po ai nuk kënon mbaj pall. Ai nuk kënon, ai veç ban marrësh me gadush çka banaj. Ai nuk kënon, ai s'ka shkruajt poezi ai. Ai vetë zirë zana. Mirë pa i merë miliona i riu musliman fatkeqësisht devion. Andaj Allahu xhela përdor emocionin, por për çfarë? Për të kthit e Zoti. Andaj Allahu xhela e krijoi familjen. Dhe tha Allahu te bareke ve teala, alladhi khalaqa min al-ma'i bashara. Është Allahu ai cili e ka krijuar prej ujit njerin. Wa ja'ala lahu sihra. Edhe i ka bo njeriut mitësi, edhe i ka bo familje, nesebe. Pse ja ka bo Allah mitësit? Pse Allah e ka bo më martue? Që të ketë emocion kur të këshirë vladin, që të kish për një morali cili ti të mbanë më lartë se sa epshi jot. Apo, sikur që sot gjithashtu e kanë deviju këtë emocion, kur munon me trajtu femrën vetëm si mjet bukurie, mjet zbukurimi i gjërave. Dërsa femra në Kur'an është plot emocion. Femra në Kur'an është nana jote, femra në Kur'an është motra jote, femra në Kur'an është gjyshja jote, femra në Kur'an është qika jote. A e shatim mjet tregtije ta? E si ka mundësi një vajzë thujna me pa mjet tregtije? Ata e shohin vajzën vetëm mjet tregtije. Allah e shen nana ta, Allah e shen motra ta. Andaj Allahu xhelala e trajton me emocion grujen, i trajton familjet me emocione. Kjo e para. E dyta është trajtimi intelektual. Dhe kjo është fushë e gjarë. Trajtimin intelektual është deti i madh. Andaj është e kote dhe me hap. Andaj tham, ka shumë prej gjërave se ka përmend dietarët se Allahu xhelala ka thirrur njerëzimin që të hulumton në vetet e veta, në univers dhe gjithçka që është e mundshme njeriu me shtin dorën e vet. Të gjitha do ta përfundojnë dhe do ta çojnë te Allahu te bareke ve teala. Pra është mënyra e përdorimit të manovrave dhe kapaciteteve të sa ti ka njeriu për t'i vendosur gjitha në dispozicion dhe për t'i përzi krejt ato, atë në fund ta shohim me çka po dalin. Dhe e treta, prej metodave që i përdor Kur'ani, cila është për kujtimi apo kujtimi i njeriu me hakikatin e dobësisë që e ka ai dhe fuqisë që e ka Zoti. Allahu xhele xhelalu gjithmonë në Kur'an kur argumentohet për vetveten e vet dhe fuqinë e vet, si argumentohet? E përmend gjendjen e dopt. Pse e përmend gjendjen e dopt? Dorsa në gjendje të mirë thot njeriu të mos haro. A në gjendje dopt thot tash e morë vesh. Kur njeriu hip në anije, e ka përmend Allahu xhel xelalu. Se atëra anijen e kanë pas kohën e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. E na sot mund ta fusim këtu tek anija, edhe aeroplanin, edhe trenin, edhe lloj gjërave të cilat i përdorin për transport, e ato janë të rrezikshme. Sa janë të mira, janë të rrezikshme. Allahu xhelalu tha, kur ata hipin në anije, edhe anija trazohet, edhe deti trazohet, edhe errësira merr me të madhe, ata e din tani se vetëm Allahu xhelalu i shpëton. Dhe Allahu xhelalu e përdorim dobësinë e pleqërisë së njeriut, dhe e përdori gjendjen e sëmurë të njeriut, sepse ajo e tregon hakikatin e njeriut. Jo ti kur je i shnosh, jo ti kur je këtë tamam i kije, jo kur je i smut. Ka zonë qa po ndjen kur je i smut.
Kalzon kur ti komplet kanë ra takatët dhe ti nuk ka asnjë fuqi të shpëton që përveç Allahu xhelalu ala. A çfarë është kjo gjendje? Kjo është gjendje hakikat e njeriu. Çfarë është kjo gjendje ku njeriu shtrinjët këtu xhenazë? Çfarë dobësie e madhe është kjo? Kushtrimi na ku tha Allahu te bareke ve teala wal taffati saqu bis saq. Dhe ngjitet kamba për kambe. Kjo është e madhe. Kanë qajt pejgamberët për këta. Mushtri s'lëviz. Apo dhe thot, çka thot? Qala rabbi irji'un, o Zot bërtet. Se nindi xhenazë. Allah thot, aja tu bërtit, çdo xhenazë bërtet. Qala rabbi irji'un, o Zot kthem edhe një herë. Çka i thot Allahu xhelalu? Kella. Kurses. Që kjo fjallë Allahut kursesi, a nuk është e vërtetuar me shkencëtarisht? Sepse na jemi në botën si mos ta vërtetojnë shkencëtarisht, duhet me e vendos Kur'anin në shumë diskutime, apo fatkeqësisht. Fjallë Allahut kursesi, s'të kthejnë akur. Gjema një gjenazë që u kthije. Gjema një gjenazë që Allahu xhela e ka kthie. Tu bërtitaj. Allahu kursesi, innaha kalima. Ajo është një fjalë, ai e thot me të bërtasa që aty. A shikoj ti e tash gjallë. Mund shme shvizue. Qka lipa i mu këthije? Lealli a'malu salihan fima të rak. O Zot, këthem ti baj do veprat mira, se shumë pun të mira i kum lanë papaje. E neve Allah unë e ka mundcu mi bo edhe disa frime, nuk e dina kur nalën këto frim. Ti shfizojna këto frimare për ta knaq Allahu në gjelle gjelalu, për ti ba sejsh dhe Allahu te bare kjo e tjara. Andaj prej argumenteve kuranore cilat janë, është këthimi dhe kujtimi që Allahu ja ban njeri, thot, kujtoje se i ka një vogël, kujtoje se je i dobët, kujtoje se kur je nanije je shumë i dobët, kujtoje se kur je i smut je shumë i dobët, dhe kujtoje kur të bëhen bashk kama me kamën dhe shtrijes gjenaze. Atar kush shpëton? Kush ta shpëton ato ditë? Kush ta shpëton kur e lana njerin në varr vet? Në rësirën e varrit. Ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, vërtet varri ka dhamme, shtrëngon shumë. Dhe ka thonë me pas shpëtu dikush prej varrit dhe shtrëngimit varrit, ki shpëtu e shoku jam Sa'd ibn Muadhi, i cili kur ka ndru jetë është dridh arshi Allahu xhelle xhelalu. Kur e kanë shtrin varr, ka thonë pejgamberi sallam, që ki njeri masi shpëtoj pi shtrëngimit varrit, kur kush nuk shpëton. E lutem Allahun që Allahu na i lëson ato net të vështira, të cilat të gjithë secili prej neve kam i përjetuar ato një nat prej natëve. A ka mundësi që kemo marr hajgare? A ka mundësi që sa mi bë ftyrë aty? A ka që sa i mundësi mi dhon s'kan vaktune? Edhe me përdor sahatin që shna qëtë një hoxalarve neve sahatin, hajde ma shpejt. Mune që taj, hajde thuj me la që s'kan vaktune, zvijune. Jo, veç ta hek hoxha sahatin. S'ka mo sahat për tyje. Nuk duhet ti mo sahatin. Nuk duhet i sahat. Kime shkuti një sahat tjetër, të një logarit tjetër, ta i cili nuk dvet për kur gjohiq. Andaj ki kujdes nga arroganca e epshit, nga arroganca i natit, ki kujdes nga emocioni cili ka mundësi me shkatrue. Bindju Allahu xhelle xhelalu. Andaj Allahu xhelalu e përdori Kur'an, e përdori prej monirave kur'anore, tha kthjellu se je i dobët. Një virus të myt, një virus të lig, një virus dopson, një virus nuk të le tyje. Apo nuk le mu kanë hiq as kejt dëshira ti gjumë poshtë, ta qëtë vesh një dëshirë për para. Qnosh në ja Rab. Pas e kur qnosh Allahu xhelalu, dali miliona dëshira. Allahu të regon ti se ti je i dobët. Edhe mënyra tjetër dhe ka mënyra shumë të mënyra e katër, ka ndan djetarët debati që ja ban Allahu xhelle xhelalu krejt atyre që kanë hikë pe Allahu te bareke ve teala. Merë si cili njeri, si cili prej paganëve që ka Allah i ka diskutu me ta, mushrik të arabve, deri sot, cili ka gjendje më të mirë, dhe argument më të qartë, dhe provë më të dukshme, dhe më të pa diskutushme, a muslimani cili adhuron Allahun xhelle xhelalu dhe ndjek rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, apo të tjerët. Shikoni vëllezër, jo larg neve, shekulli i komunizmit, shekulli i Marksit, edhe i teorive të Darwinit, e ka pru Hitlerin, e ka pru Stalinin, e ka pru Leninin. E shikoni këto dy luftat e fundit botërore. Me 70 milion të vdekur, 70 milion. Çka i ka bëj ato? Mu vra. Muhamedi alayhis salam ka bëj luftën më të madhe, janë vra 70 njerëz. 70 njerëz janë vra komplet lufta. Këto 70 milion i kanë vra brenda 40 vjetëve.
Për çfarë? Sepse tu munu mushtime Allahu xhel xelalu. Tu munu si cilat kibrin e vet me e qitë për para. E shikoj muslimanin, shikoj atë që ka adhuron lopën, cili e ka gjendjen më të mirë. Shikoj këta që ka adhurojnë epshin e vet. Shikoj këta që ka adhurojnë dollarin, euron. Shikoj këta që ka adhurojnë lloj-lloj adhurimesh, cili e ka gjendjen më të mirë, cili ka argumente më shumë. A muslimani i cili adhuron Allahun xhallahu ala, edhe njeh Zotin e vet subhanahu wa taala, dhe njeh haram dhe si shkel haramat, apo këta të cilët çdo sen e matin me parë. Çdo sen e matin me parë. Dhe çënja njeri ka vlerë të këta derisa ka takat. Si mos ke takat, jo rastisht ta shumë vende evropiane kanë propozuar barna, kapsulla, se kur shemo i dobishëm e pi ka dalë si zotnia dhe shkon. Mos më qit të lashe shtetit, me ngarkuar me ta mbledh gjakin ti kur të kthesh ti prej urës. Kjo çka argumenton? Kjo argumenton se përveç muslimanit këtë ndalal janë. Andaj tha Allahu te bareke ve teala ghayril maghdubi alehim wala dallin. 17 herë në ditë i thojnë Allahut: o Zot, mos na ban jehudi, e as mos na ban pe atyre që je i dhënë me ta. Mos ta ban pe atyre që e ke zbrit i dhënimin mbi ta, e as mbi ata që e kanë dallashit rrugën, e kanë shkuar ndalal. Andaj prej mënyrave kuranore cila është ngritja e debatit. Allahu thot: po hajde ta kshirmi. Hajde ta kshirmi, cili është më mirë? A rruga e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili njeriu e ka ngrit në nivelin më të lartë pikë këtë krijesave. Këtë kjo në emën Zotit. Ndërsa këta në emën të njerit e kanë zbrit njerin ma poshtë se kafsha. Tani janë të bëjë thirrje plot prej biologëve, edhe kimistave, edhe mjekëve shumë prej tyre, që eksperimentin që ka e bojna me hajvan, ta bojna me njerëz. Ta shkurtojna rrugën. Ti morna njerëz që se do fëmijën e vet, ti morna fëmijët e çmendur, ti morna fëmijët që janë me sindrome, ti morna fëmijët që kanë të meta, edhe ti bojna objekt laboratori. Pse? Për të mirën të tjerëve. Apo cila është? Andaj shumë bitëre thanë, nuk ka ndonjë fe që ka me rezistu qëtën e të ligave dhe qëtën e kurthave, të zëtë e shkullin kodrën për venit pos islami. E Allah na musliman kryen të poshtë. Ata janë të bindur se qëtën e shejtanllëkeve veç musliman kanë mundësimi dalë për para. Ata qëtë këtë amin thonë, ani, ju e dini. Veç musliman thonë, jo, s'ka mundësi eksperiment me njerin. S'ka eksperiment me njerin. Ashtë me sindroma, pa sindroma jo njeri. Ajo që një njerëzora i ka shpirt. Apo, se kështu neve na kam su Allahu xhele xhelalu. E shiko që ka të banë imanin Allahu, sa baza i run. Heke bazën Allahu xhele xhelalu, njeri bëhet hajvan. E ta shka problem. Cila fuqi pas ta janë dalë? E lush për Allahu që Allahu ta ruaj shoqërinë e muslimanëve. Ti ruan njerëzimit nga kurthët e njerëzve. Ta ruan shoqërinë e njerëzve nga dora e keqe e cila synon me shkull njeriu nga besimi në Zotin e vet subhanahu wa taala.